Sektori i transportit publik në Shqipëri ka hyrë në një situatë të rënduar, ndërsa paralajmërimi i operatorëve për masa drastike është materializuar duke sjellë pasoja të menjëhershme për qytetarët. Transporti urban dhe interurban në qendër të Tiranës është në kaos total. Kjo për shkak të reduktimit me 40% të autobusëve në kryeqytet, në përshërbim qytetas dhe ndër qytetas. Kjo për arsye se nuk kanë marrë një kompensim për shkak të rritjes së çmimit të naftës. Parë pasi ka patur edhe një reagim nga shoqatat të cilët kanë vendosur të marrin këtë vendim për reduktimin me 40% të urbanëve për sa i përket shërbimit që do të marrin qytetarët. Një ditë pas njoftimit zyrtar nga shoqata kombëtare e transportit qytetas dhe shoqata e transportit urban dhe interurban, shërbimi është reduktuar me 40% të flotës, ashtu siç ishte paralajmëruar. Si pasojë, raportohet se në Tiranë është regjistruar vonesa të shumta dhe fluks të lartë qytetarësh në stacione. Qindra qytetarë janë detyruar të presin për periudha të gjata për të siguruar transportin në stacione, ndërsa shumë prej tyre kanë patur vështirësi për të mbërritur në kohë të destinacionet e tyre. Operatorët e transportit kishin paralajmëruar dhe më herët se vendimi vjen si pasojë mungesës së ndërhyrjes institucionale për të përballur rritjen e kostove, veçanërisht të karburantit. Shoqatat theksojnë se situata ekonomike e operatorëve është përkesuar ndjeshëm, duke i vendosur në kushte të vështira për vijimin e aktivitetit. Ata po ashtu nënvizojnë se reduktimi i shërbimit nuk është një zgjidhje, por një masë e detyruar për të përballur me krizën.